Kalon zoti Berisha selinë e Partisë Demokratike, shoqërohet nga Rubrika Noka, në mos gaboj nga këto pamje të drejtë për drejta, edhe pse e vështirë të pushuar si pasojë një numri të lartë të mbështetësve të tij, të cilët e shoqërojnë pa diskutim edhe mediat drejt bulevardit në kryeministri. Ina nëse më... Po Osman, jemi bashkë drejt për së drejti. Atëre, zoti Berisha sapo ka dalë nga selia Partisë Demokratike, shoqëruar edhe nga drejtues të tjerë të kësaj force politike, po ashtu edhe deputet, dhe tashmë së bashku me mbështetësit e tyre janë nisur drejt kryeministrisë, teksa aty janë pra duke pritur edhe protestuesit e tjerë të ardhur nga rrethet e Shqipërisë. Po, shohim zotin Berisha e shoqëruar nga zoti Noka, zoti Boçi, zoti Gjekmarkaj, po. Pra, është zoti Berisha së bashku me sekretarin e përgjithshëm, me nënkryetaret e kësaj force politike dhe me deputet të tjerë, teksa pra është nisur ky marshim për protestën e tretë për vitin 2026 e katërta kombëtare, qofse përfshim edhe protestën e dhjetorit 2025 me një kërkesë të qartë, dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama, qeveri teknike e zgjedhjet lira e të ndershme. Kujtojmë se këto protesta ishin paralajmëruar të Partisë Demokratike, të paktën prej pas zgjedhjeve të 11 majit 2025, por që nisën në fund të vitit edhe pas akuzave që SPAK bëri ndaj zëvendës kryeministres Belinda Balluku për korrupsion. Akuza për të cilat pra zëvendës kryeministre akuzohet për tenderin e tunelit të Llogaras për 50 milion euro dëme, njëkohësisht edhe për përcaktimin e atyre të cilët kanë fituar tenderat në unazën e madhe, për janë disa lote të cilat janë duke u hetuar nga prokuroria e posaçme dhe nga ku ka pasur edhe mesazhe të publikuara të paktën në media për mënyrën se si përcaktoheshin tenderat. E në fakt, me kërkesën që bëri fillimisht SPAK, pra për pezullimin e zëvendës kryeministres, kryeministri i vendit Edi Rama nuk e pranoi, e çoi në gjykatë kushtetuese, njëkohësisht SPAK duke argumentuar se ka prova të reja ndaj zëvendës kryeministres, ka kërkuar në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë heqjen e imunitetit të zonjës Balluku për t'i dhënë një masë më shtrënguese asaj, që mund të ishte arresti në shtëpi, detyrim paraqitje apo arresti me burg. Kjo pastaj i takon drejtësisë për ta vendosur, por që të merret kjo masë normalisht zonjës Balluku do duhet të hiqet imuniteti dhe imuniteti zonjës Balluku i është kërkuar të hiqet që në 16 dhjetor të vitit 2025 e deri tani nuk kemi ende mbledhje të Këshillit Mandateve, i cili është funksioni ose është grupimi në Kuvendin e Republikës Shqipërisë, i cili trajton kërkesa që vijnë nga drejtësia për heqjet e imunitetit të deputetëve. Ndodhur në këtë situatë, Partia Demokratike ka nisur protestat e saj duke e akuzuar qeverinë e kryeministrit Edi Rama për korrupsion, duke akuzuar për lidhje me grupet kriminale, e duke kërkuar kësaj zgjedhje të parakoshme nëpërmjet qeverisë teknike dhe dorëheqjes së kryeministrit Edi Rama. Pra, edhe pak do duhet pra nga marshimi që është nisur që protestuesit të bashkohen me grupin tjetër pra të protestuesve që ndodhen në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Një protest kjo e treta për këtë vit e 20 shkurtit, e cila lidhet edhe me datën e 20 shkurtit vitit 1991, në ditën kur shtatoria e diktatorit Enver Hoxha rrëzohet. E ndërkohë protestuesit janë duke vijuar marshimin e tyre me thirrje të emrit të kreut Partisë Demokratike Sali Berisha. Ka thirrje dhe ndryshe nga protestat e tjera, dallohet nga reagimet e protestuesve një lloj entuziazmi ndryshe dhe do të shohim se si do të vijojë protesta ditën e sotme, teksa vetëm disa metra na ndajnë nga bashkimi i zotit Berisha dhe mbështetësve të tij me grupin tjetër të protestuesve të cilët tashmë janë vendosur në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Po,
Pra është zoti Berisha, është zoti Bardhi, është zoti Boçi, është zoti Noka, si kundër deputetë të tjerë të cilët ndodhen pas tyre në rrugtimin e protestës së tretë për këtë vit dhe nga ku kërkohet dorëheqja e kryeministrit Edi Rama. E ndërkohë tashmë jemi në